Ruar Mr. Theis, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuhu, takomi dhe sonte, si zakonisht çdo të martë mbrëmë nga ora 21 me emisionin të njohim të vërtetën me profesor dr. Shevqet Krasniqi. Pra dhe sonte jemi live apo drejt për së drejti, ku ju shikues të dashur mund të bëni pjesë e këtij emisioni përmes linjës telefonike apo edhe duke dërguar SMS. Hoxh, selam aleikum i sirë. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Atëherë kemi telefonatën e parë për sonte, pa humbur kohën kuadrojmë. Selam aleikum, përshëndetje. Assalamu alaikum. Nëse, po? Ata ka ikë telefonata, vazhdojmë me një mesazh të radhës. Thotë selam aleikum për ju dhe për hoxhën e nderuar, doja të pyes se a mund të shkojë njeriu në han. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar, shokëve të tij të nderuar dhe të gjithë atyre të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, sa përket shkuarjes së njeriu në han apo në ndonjë planet tjetër, krejt që ka janë nën qiellin e dunjas, nuk kemi argumente që ndalojnë arritjen e njeriut atje. Krejt që ka nën qiellin e dunjas. Zatë njeri ma shumë, më lartë s'mund të shkoj. E hana shumë afër. Hana është shumë afër. Është objekti qiellor më i afërt me tokën. Është shumë afër. Megjithatë, nuk është lehtë me shku. Këta perëndimorët bashkë me sovjetikët kanë pretenduar se kanë shkuar në vitin 67, por nuk është e sigurt ajo. Ashtu kanë thonë se kanë shku, por kanë dalur shumë fakte, shumë, se i kanë mashtruar militin. Madje është quajtur në thojza rana më e madhe që kanë ndodhur ndonjëherë, që kanë ndodhur ndonjë njerëzimit. Unë nuk them që kanë shku as kanë shku, por është diskutabile, ka pikpyetje të mëdha. Dhe vetë pe Amerikanëve, pe Evropianëve kanë përgjigjështruar këtë, sa të dush njerëz. Njëra prej dyshimeve të forta për postierave është pse prej 67-s nuk shkuan deri sa të korm. Pse shkuan? Jo e sillume, jo afrume, jo pse? Ku ka qenë teknologjia në 67-ën, ku është sot 26-ën. Andaj, ka hapësirë me dyshu që nuk kanë qenë, po për neve fetarisht, nuk ka pengesë me shku njeriu në han. Nuk ka pengesë. Pse me pas pengesë me shku në han? Pse më pas pengesë me shku në han? Përkundrazi, Allah i madhruar, dënë ndoshta, e dijeni ti, nuk e dim që ka dënë Zotë për të ardhmen, që njerëzit edhe për te këti planeti me zbulu gjana, treja, të cilat me herët apo me parë njerëzit se kanë ditur. Për ata thëtë Allah në Koran, se nurihim ajatina, fil afaqi wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ne do të vazhdojmë që ju japim aty në material, të tregojmë aty në argumentet tona në kosmos, qërë në kosmos. Tash në kosmos nuk thuhet për çabanën e deleve në kohën e ignorancës, në kohën e zbritjes së Koranit, në kohën e mesijës së. Ti më thoni çabani
një bariu të deleve, të deveve arape që kretires për thu se ne këna më shfaq juve, këna më tregu argumente në kosmos, në gjithësi, në hapsir, për në tokë, o fjen fësikom, edhe në vetë vetën tuaj, për të njeri, për të mund të dëshysh, dërsa në hapsir lartë. Pra Korani jep sinjale në disa ajete. Ose, a nuk e shofen ata që ka kryu Zotin qiell dhe në tokë? E që shet e piktuit në qiell lartë në tokë? Sa he shem e sy? Për kjo që a shem e sy, është as 1.0.1%, apo s'kërkull nuk krahëzohet me atë që mundet me pa njeriu me mjete bashkohore, teleskope, ku ta diun deri me ngritje lartë në hapësirë jashtë boshtet të tokës, boshtë toksor dhe për të gravitacionit të tokës e tjere që mund të sheh njeriu. Pra Allah i madhëruar nëzit, inkurajon, shtyn, njerëzit i shtyn, që të shkojnë hapësirë, të zbulojnë, të studiojnë. Ma dje dhe o thë që ka keni ju me i kuptue, keni me pa jo, këna me mundësu, po ju kush jo. Pa tjetër, Arabet e Mekës, muslimanet ati zamani, Bizantinet e Persianet, kur hënë në Islam as pak dekadave, jo. Para shëftë sodit, të shekullet 20, tash 21. Kjo jep me kuptue disa gjana. E para, Korani paraprin shkencës. Në ndë, Korani nuk ka zbritur vetëm për një kohë, nuk ka zbritur vetëm për beduinët e shkretëtirës, të cilëve për i zbret në gjuhën e tyne. Por Korani ka zbritur për ta, sa hi është e vërtet, ama ka zbritur edhe për astronautet lartë atje. Ka zbritur për shekullin e 6 të lindjes Isaut, për ka zbritur edhe për shekullin 21 edhe shekullin 30 nëse ka thonë Zot në pas dënjaja jetë. Kjo Koran, se nurihim ajatina, do të ashfaqim aty në argumentet tona, do të ashfaqim. Ata shkojnë atje lartë dhe shojnë dhe vinë këto me mrekulli, shojnë, ata vetë për të deklarojnë këto tim, kem pa, që s'kem pa kur, apo? Kem pa, që s'kem pa kur, kem marë fotografi, që s'ka marë fotografi kur, asë një herë, asë kosh me parë. Po kjo e fillimi, edhe vetë ta pëthën është fillimi një epoke të re. Fillimi, mas 20 shekujve, mas 14 shekujve, më falni, tani, jep se e bojnë këta, shëmpesha e punë, shumë më nësi njerëzin këta, nuk shëmpesha e bënë Amerikania, Japoneza, Kineza, Muslimania. Kush po në bënë? Kush, ka që ke meseri, këtë dënja, ka që ke punë. Këtë e ligjet Zotit. Sigur se dalim me vrapu, ti ke ushtru ma shumë se one, ti ma gëlen mu, one bisha dhe salavat sa dush, bisha dhe salavate, po s'pi me të zanë. Apo, nuk i me të zanë. Sepse ti ke ushtru zëtni, 5 herë ma shumë se one, 10 herë ma shumë se one. Tamam? Ose ke punu bashën atje, ke punu token atje, e unë e falë sabah, e falë akshome ngrehtë spije, falë atësie, falë sabah, e lezë natën, falë natë, lezë Korane, po bereqetit bëjt me mirë se jemi. Sepse ti e pënon një 9 herë ma shumë sa une. Unë e pënon 1 herë, ti edhe 9 herë ma shumë sa une pënon. Ti narë para sabah i ti. Tu e ligjet Zotë këtë dënja. Ata që pënojnë, u hebë Zotë. Amo edhe ahiret aty që pënojnë, pa ata së pënojnë për ahiret. Këto është dalimi. A na punojmë për se Allah, kur falim për Zotin, falim për ahiret. Edhe kur agjerojmë për ahiret. Po kena ngecë në dënja. Po se kemi ngecët, nuk do thëtë që kemi qenë të ngecër gjithmonë. Edhe nuk do thëtë që do të mbesim të ngecër gjithmonë. Momenti është, kohë është e tilë, ku në kanë zarrota bishtin, tak, edhe lujnë të tjertë me neve. Po nuk kanë lujt hanë në donë den babaden, dhe nuk kanë me lujt den babaden me neve. Jo, pashallah, asë nuk kanë luajtur, asë nuk kanë me luajtur, por janë duke luajtur. Sa e zotë janë duke luajtur, zotë edin, dhe sa varët e penesh, sa na i prina kësa i punë. Andaj, kjo është gabim, perceptot kështu se që pa besimtar të përshkojnë hanë, përshkojnë atje, po pas e pënojnë zotni. Po pas e pënojnë zotni. E Allahu nuk i bëzëllumare.
A ke besu që Zoti është i drejtë? Pse Allah mos më dhon aty në kur punoj? Pse mos më dhon? Pa i robi Zotit to. Ky dynja, këtë ke për këtë dynja. Kaq. Allah e shpërbleft, kemi telefonat për nënkadrojmë. Salamu alaikum. Aleikum selam. Po, nëni. E kam një pyetje. A është e lejune me mbajt me veti armë? Armë. Po. Rregull, faleminderit, natën e mirë. Selam aleikum. Selam. Selam. Shqeqa, këtu ka edhe nga ana ligjore, edhe nga ana fetare. Nga ana ligjore, po s'ke leje me vajt armë, të shtin burg, të sosin, dhe shka me të sos, të fotojnë. Sepse ligje është i randë, Po, është, të thonë, pas vrasjes, pasha zoti ligje është i randë për armë bajtje pa leje. Hajgare nuk ka. Babën e pas të prokuror se s'ka që të bënë. Tamam. Andaj, më dhimin dikush që pa sherrë banë armen, amo shteti nuk e vetë me sherrë pa sherrë. Në zinët që ka armë, mundësia shumë e madhe me dënu, me shku në burg, s'ki nevojë me shku në burg, për kur gjë. Nga ana fetare, kemi disa hadithe, ndërto, men hamil alena sila felejse minna, ai që në bart armën neve nuk ka për neve, e që në kuptan ai që bart armën kundër neve nuk ka për neve, nuk është për neve. Pra, armën për çka e banë, kallëzam. Hajtash. Që për ta leje ka shteti, ose s'pëto që shteti, diku se ka gale, të kasi, në të janë e bajën, onë e baj, dhe të nëzojnë. Typën të ka bajt më, po dhe të nëzojnë, dhe i takserati, ose e ka me leje, nashta ka me leje, nuk i dimi ne, dhe për që e banë, Allah, banë të regu, për që e banë. Me, Shmi të thojnë për çdo rast e pas afër. kondër njerëzve muslimanëve vllaznive tua, është drofutesh këtë hadith. Ai që bart armën kundër nesh, ai nuk ka për neve. Tani këtu po mund të nxirret kjo, mund të nxirret sahi, jo qat, jo Arusha, jo kohët liga kur ka banda, ka pasat bre nuk ka kohët ligë, sa Kosova është vend i sigurt. sada wallahi, billahi, më mirë, më qetësi, më siguri se në Kosovën tonë. Dhe është në qabe. Wallahi pak vend në botë ka që Turqia. Se sa vite Turqia, sa vite është Turqia, i ka Turqia, i ka, sa 600 vite ka shtet Turqia. Edhe si përandërije, pastaj edhe se shtet, a ka ma shumë sigurin Turqia tek ne? Ai ka vrasje për ditë. Amerika. A ma shumë ka sigurin Amerika te ne? Wallahi te ne, ma shumë se në Amerika siguri. Apo? Po, 100% e ki sigurt. 100% e ki, vallahi, mëse të të heqë, heqë mëse të thuj e lirisht. Andaj, për çka e banë arme? Kështu që armja është e poshtër. Armja trimnon njeriun. E trimnia njeriun e verbën. Trimnia dë verbën edhe bëm, bjen në kat, bjen në haram, dherë gjak. Dhe gjak kur dherët nuk tërhiqet. Se njeriu një herë mytet. Pishmani i bje me një herë, po së në rikthen. Në sekundët e parë O gjithmonë. kryë kjo mesele. Dhe në që të forë vritën, shumica në që të forë vritën. Në moment, ka qëllu me veti, shka në kërë në zerë, ose ka në gjep, e gju njeriu. Po mos ta kështë pasë. Di ti shku të shpija, të kish marë, të kish qenë farë, ka sa fotë, ftofet, ase ndërhyn dikush, ase kush ka djali me, jas kime shkua, gruja, djali, nana, baba, dikusha, ose kap dikush tjetër këta e ndane më shefe, ndërhyn njerëzit e dhe pështohet gjako, pështohet pa o dirë gjak. Andaj armja shërë është. Po i bie sa më larg armës. Wallahi, po, me kanë në malë, runa zët dhe njeri në malë, më rëpush gjëtise, sa të mund këtë Arusha nuk ka i spat. Gjune e lepër. Ujki nuk ka i spat, ju përse pun lepre, po runa zët, dhe njeri vetë në malë, po ndërsa me bajt armë qytet, problema kipu. Atëherë, kalojmë tek telefonata tjetër. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum.
Po, ala, Mirë mbrëma. imrama. Selam aleikum. Apo flas me Po jeni drejt për së drejtën në emision, urdhëroni me hoxhën? Po jeni drejt për së drejtën në emision. Po dëgjojmë një edhe hoxhën në gjithë shikuesit. Një pyetje apo? Patjetër, urdhna. Jam me punë diasporë. Pensionin e kemi shumë të vogël. I marrmi ndihma, a është gjëna? Ndihma, Pikun e mërdima. ku na ndihmat? Marrmi ndihma, jemi jashtë, marrmi ndihma të shtetit. A është gjëna? Tamam. Rregull, faleminderit, ju përshëndesim. Natën e mirë. Selam aleikum. Natën e mirë. E rran as e rran shtetin. Nëse shtetet jep ndihmat vetë, s'ke po dallavër kur gjë. Thonë nuk kam të ardhna të mjaftueshme. Në maski i let i qet kërkesat, shtet jep shtetet sociale atë quhet atje, pse më kanë haram kjo? Haram apo gjëna apo pa pëlqyeshme është kur ti punon, po pare nuk ngihesh, punon në nxezën dhe shkon ato në merë dhe shtesat apo i merr ndihmat të shtetit, kjo e lekështia, kjo minimum është lekështi. Tash imagjino ti me kuptuar shteti kash nuk kanë kasht ata. Në çan ti shteti perëndimit, që këtë punë ata janë para neve sa të dush, S'mundesh mi zonë është ata. po s'mund të nxjerrë është ata nxjerrë leprën me kermekie, që ke kjo drençaki, ata nxjerrë leprën me kermekie. Në zgradrovci. Nxjerrën ki ata leprën nxjerrën. Dhe të nxjerrë leprën me kie, thot mirë për zotni. Apo më të vetë diçka. Ju shqiptarët, ç'të bën në Kosovë? Ose hala maran, ju shqiptarët, a jeni musliman po? Ju e thënë tanëve që feja ju është e drejtë, feja ju është e pashtë, feja ju nuk mashtron, nuk vjedhe, po, Allah i thëve në që ashtu është. Që kja nuk e vjedhja? Qysh e vjedhë të shtetin? Apo? Pse mashtron? Mos dalshin këto, ka forma tjera, i kanë ata. Qiraja, ilaqet, rryma, i qënë shpenzim fakturat që i ke, nuk të mshilen, nuk të mbuluhen, ata tapin, shtesë me të mbulu hargjimet. Por nuk tapin, në luks për ngana për kafe në për aeroplane, për i aeroport në aeroport. Për tapin, sa për nevoja tua. Kështu që këtu ne muslimanët, edhe nda jo muslimanëve, sillemi sikur të muslimanëve vëlla. Në raportet njerëzore, këtu, në raportet njerëzore, në shitblerje, në punë të dynjas. Fjala fjalë, edhe fjallën, si muslimanët, si jo muslimanët. Apo, edhe fjallën. Ja ke premtu jo muslimanët, mja shita, apo mja dhanë. Masa në gjeni musliman, po ta që hone, unë jemi jyti, unë jemi, jo, jazet ja kom premtu ati, në fjala fjallë. Na musliman jena. Kjo pari me drejtësi, çto për hafeja. Ose, e gjenë një thes pare për e gjenë. Të punu dikun shpe, të punu shpe dikun, të ja regullu shpe ndikujnë, e gjenë një dëq pare, edhe thjerëzatin të shto pare në shpetane gjeta. A mujtë e me më shef? Po, pëse në kem shefe, sepse të dëmë të rëgute që kjo është malli huj. Dhe mallin e huj, unë nuk e marë. Ma dje dhe mja që për personit në dorë, hakin e vetë. E kushaj personi zoti shpis? Dhe thë zoti shpis, kjo është haki yti. Po pse ma dhe ati mu këta? Sepse unë s'pashëm, po zoti, dhe një musliman. Që kjo është islami? Dhe në përshet që kjo është islami që për një evropiant, që kjo është islami. Që evropianti që ka bëju për shibe në sy, kjo feja jonja. Ka bo shibe në sy. Shibe në sy ka bo juve. Që kjo feja jonë. Hasha që feja jonë? Unë a mujta me marrë ato? Mujta me marrë. A kësha dhe lëgari para dikuj, a më këshë vetë dikush, kërkush këndë një. Që se bona? Po nuk e bëj, unë. Wallahi nuk e bëj. Për jetë nuk e bëj. As ta marrë centin derin kiamet. Ja marrë jasë. E shtraj dore me lypi, nëse esë për bukeq, po parët tua, njësën tane, nuk e bëj kabol me ta keq për dorë. Sepse jam musliman Allah.
Feja na kam mësuar kështu. Na nuk punojmë sipas tekeve tona, po sipas urdhrave të fesë. Na nuk gjykojmë sipas unit dhe egos ton, por gjykojmë sipas vendimeve të fesë. O, ju milet. Kuptoni? Feja të shtën më gjvesh me dal jashtë unit egos tane. Ty ta kanë me mbrojt tanin për shembull, me mbrojt shqiptarën, nëse me mbrojt afër, nëse me mbrojt muslimanin. Por drejtësia është me tjetrin. Këtë rast, çfarë do më bëti? A do të më dhon krahin drejtësisë, e që është kanë herë armikut, me armikun tën, kundërshtarin, të dyve, apo do të më dhon drejtësinë, hakin, më dhon a më dhon krahin këtineve që kitanin te. E jo ty. Mesele puna e drejtësisë në Islam, mesele madhe është. Po. Të vazhdojmë tutje, kemi telefonatën tjetër, ala? Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje doktorit kam. Urnane? Vajza e ka fitu një bursë në Gjermani. Edhe lante sajna janë me mësu për rakin, për qysh mu përdor çka e tek e kështu me ran. Mirë po automatikisht kjo ju ka thonë që ju, për shkak të shëndetit dhe religionit, nuk moj me pranu, se në fund ka pas me provu. Me këqyr tash kjo me eksperimentu ato që apo dion, ja ka ndru lant, ju ka qu email atje në Gjermani që ja bën më ndru lant. Mirë po njëra pilantve ka me mësu për rakin. Tash ka hi pak tut, a e ka gjëna? Apo Ka me mësu si përgatitet, apo? Po. Faleminderit për të... Selam aleikum. Ku jeton çika? Edhe një pyetje. Ku jeton? Ku jeton? Jo. Që ka mësi. Ku jeton jo? Na jetojnë në Mitrovic. Na jena besimtarë. Tash do me që qiken vetëm me studiu atja? Po, e kam fitu bursën, e kam pranu atje. Tamam, mirë. Rregull. E Pyetja e është dytë. me vajza atje, presim vajzat e krejt kështu është. Atë në konvikt ja kanë gjetë atje me vajza është. Apo dëgjohemi? O, qëtash për ju dëgjojmë pak. Pyetjen e dytë ordonane. Po, vjera del në penzion qëtash. Edhe ja kumë pirë do të aferta. Edhe akikën për du m'ja bo vajzës. A lejohet në qitë mënyrë me bo akikën në qike sa pranohet? Cëllës shik? Po. Cëllës shik? Të saj që i pashkan me studiua? Po. Allah në gjennet qërë. Mirë, do të mene pas pak këshillën apo përgjigjen. Selam aleikum. Natën e mirë, faleminderit. Pyetje interesante. Po, që që përmendimin të më i motër, me ranë është pyetja që abonon se sa ajo tjetër që bënë te. Me ranë është. Nuk është lehtë me lanë vajzën me shku me studiue në një mjedis të perëndimit në tanë në andë ojë që. Nuk është lehtë. Ti le me shku. Veç mësë që ditë nesër, pas nesër, se që me tha një herë një anë, për dikë tjetër, në një shtetë të Evropës, atë kishte hjekaj për atë vajzë, o, zotë jam që ke sakrifiku për te. Dhe vajza fiton një bursë me shku me studiun për ende. Dhe kërë kryn fond, i thët babës vetë, e kena të farë të bimin, që që thëtë farë të bimin e diplomimit, kam që të marrë dhe të babë, dhe e kam gjetë një djallë, dhe e djallë është aty bashkë me mu kolegë, dhe e djallin nuk e din, nuk njeh ty, dhe nuk e di që vjen ti, por në të bëj me sy cili është. E të këqëre për ditaj, qap të mërmenja. Këj në ratë që të shkanë atje. Tash, ta prindër të familjarë këtanë, ata studentat në tanë atje, e marrë për ceremonia dhe që i ka e shep, e bërë babas me sy që kjo është. Baba kore këqyrë, e vërejnë që këtë tybën është i jo në eqë, e që pa formë të që këtë tybën kë ka jo në eqë, kë ka i huje. E pas ta e kryet e për që formë që i këtë këtë adio në, dhe baba e pe, dhe baba e pash pa i, kë ka joni. Jo, babë nuk është joni.
Moj pi. Moj pi. Është atë që baba më shkollu atje. Shqiptarët tonë 40 vjetë mas pakti e kanë kënue hikmeten që ka shku me studiue në Sarajev, mjekësina që a shku atje dhe ka marrat Serbin. E që pas të shku piktujt kë Fazlija shku Hasan Fazlija. Fazlija, po. E di këtë njëri? Se di. Nuk e dina? 40 vjetë të shqiptarë pas pakti ka kënu këte me shtelia edhe kanët, është kanë lëtë dalin, sepse kështë kanë edhe në fund atje, aja ja mërë Serbin. Ja mërë Serbin aja. Hinë me punu me një mjek me bu praktik, e ja mërë Serbin. Këtë jo, bia e babes ja. Jo ty bën të ke marrë të Serbin e se ke bërë. Edhe i kubë zemër Hasan Fazlis, e të qohet pe Kosovës, e shkanë në Bosnën, në Sarajev, e lypë koshtet e kështë, edhe hen atina në ordinancë. Po të dyja dhe këtë kështë, nuk e di që shtyt pas ka ikse. O në kamën nuk e di krejt, po si njari e di, edhe një shok i jajme atje, Hoxhaj, i kish marak të shumë, kështë studenta. E kënejke kështu pa qëtëli, kënejke krejt dhe në fund, po, dhe në fund të kënejke. Dhe ke qërë sa për kongë dhe më shmësht, edhe në fund të e vret bijen e vet, edhe vret, atë farë, e këmë rrëmë atina Serbet, edhe vret edhe vetën. Dhe tani shqiptarët tonë këto, e kënojnë, bojnë kongë për te, po një 40 vite është kënu kjo kongë. Në të kuptim nacional, nacionalizmi që me mbrojt nacionalizmin, natyrështë ai nuk ka bo mirë. Kërkosh për që ka bo mirë, për tu me thonë, që ka bo të madhe në atë kohë edhe nëmru, i në krenu, shqiptarët e tonë, i në krenu me këtë punë. Unë e sens pa thëmë, por, mëse që ditë pra, që ke vajzët e që fetare, nesër të mërë një, që asë të skore e tjetër atje. Ndërsa, këto më se mërë për me, vështë që këshilë, kur gjëma shumë. Ndërsa, sa i përket, që është jesë landës fetare, që i ka meqme Allah e rujtë, nuk i ka pranuar të landë, shumë mirë ka ba, sepse nuk ka farës pa tjetër njeri me kry doktorat mësaturë. Nja për kry marja, s'pe kry për prasë për kry hiqë, sepse doktoraturë kanë kry shqiptarë tonë edhe kanë studiu marksizmin, leninizmin vë doktora. Pa ta në vë doktora të dreqit, se kanë studiu dreqin, edhe kanë mësu të i dreqin, dhe kanë përhap ide të dreqit në për rinit tonë, dhe kanë prish rinit tonë i pjesë të madhe tyne. A jenë bo profesora doktora. Sistemit komunist, të ideologjisë marksiste e leniniste. Ka në shkolla, ka shkollë dreqit dhe ka shkollë zotit. Shkollë zotit që të njeh me zotin tënë, me ligjet e zotit tënë. Shkollë të dënjash që të mësa me njërë zotin tënë. Se astronomia, kimia, fizike, matematike, tjerë. Tamam? Po ka shkollë dreqit. Ka shkollë dreqit. Runa zëtë. E kjo mirë ka bërë që ka ndryshu, ka kërkumi ka ndryshu landë, tash nëse ka metë një landë, ku mësën, e mësën që atë që kanë punë alkohol të sene, alkohol apo prodhim për alkohol, kjo nuk e banë haram shkollën kërejt. Jo, kjo nuk e banë haram shkollën kërejt. Për shembull, ta bëjmë një krahësim, të një në Prishtinë këtu. Ta zamë, mërë një fakultetin, mërë biologjin, ata marë biologjin? E marë biologjin. Biologjia është një fakultet logjik. Është shumë i mirë, shumë i zërshëm, shumë i zërshëm. Sa mjekësia është, veç që titlën se ka mjek, ka biolog. Po mirë, biologji këta, kur mësojnë, po dhe mjek në fakultet mjekësisë, kur mësojnë për anatomie, për esenca e njeriu të zanafilla, që ka mësojnë? Se njeriu kriju për dheut, ka kriju Zoti, apo mësojnë, halakan këtorin e budalla kaftë. Halakan. Tash, atje apo më një fetfa, që djemë të tonë, bia tonë, kanë të ndaluar me studiu biologjin, për faktin se mësojnë atë mësohet që njeriu është kriju për majmunit,
Jo, nuk kem të drejtë ashtu. Po ne do të me vëdjesuri një tonë që ajo teori është teori e çmendur. Dhe vetë ata që spjegojnë nuk janë të bindur, as kërkush është të bindur te. Pra ka disa në njëri i mësan, që s'ka qare për mësu. Sa për me shkruqet e diçka. Tamam? Për nuk dikohet për i tyne. Për kundra zi urrejnë. Ka pastaj të keqen me mësu, për me luftu, për me kundrështu, është mirë. Me ditë keqen, të prapten, për me ditë pastaj me sill kontrargumente. Për shembull, nëse njeriu shkon në ligjërat, të prodho alkooli, që prodho alkooli. A haram bonja? Po nëse unë tema ishte ligjërat, unë tema në ligjërat që të bashkë, që prodho alkooli, a bënëm harama? Jo. Për kundrazi, neve që kuptum urtësit e ndalim të alkoholit. Thëna sa i mshirshëm e Zoti jon, e sa i urtë është Zoti jon, e sa i meqëm e Zoti jon, e sa i dishëm e Zoti jon, që e ka ndalu këtë alkohol. Ose për derë. Nëse ne bëjmë ligjërat për derë, në fund veç anashtohet imani dhe bindja jon se feja ka të drejtë plotësisht dhe se çdo sen tjetër është dallash në lidhje me këtë temë, që mishi derrit është vetëm haram dhe haram ka me din kiamet, sepse shumë i dëmshëm për njeriu. Andaj pse mësonte për alkohol, nga disa ligjërata edhe në provim nuk ta bën fakultetin haram. Dhe kishte pyetjen për vjera del penzion, po akikën për çikën. Po jo e gëzunë, nuk bëhet akika për çikën pas 17-20 vjetë për rruja pak të qesh nuk se një ullë dy punë, ja bërë kana gjeqin, e bërë dhe kana gjeq, edhe akikën e bërë bashkë. Po jo e gëzunë Allah në gjenet qofti, jo i motër. Të anë bënet vjehrës një dreke, një darke, që më delë penzi vjehra, se është i vjen mirë për eres, me bënë një drek një darë, me ndërru me thirë me që shoke, këta dion familjar të ju, por mëse ledh me akika. S'ban të akika e njerëzve që janë rritë që hinë moshe madhore më. Nuk kanë bë sahabët akika për vete apo për fëmijët e tyre pas janë rritur. Po. Nëse kemi telefonat po inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Por nani. Desha një pyetje për hoxhën. Kam një problem prej kohësh, tregon prej erës dhe prej stuhive kur ka. Kjo frikë më shtkthej në pasiguri. Çdo ditë merrem me këtë problema, do ketë shija, do ketë erë, dhe më kanë ndiku shumë në jetë. Edhe me studimet kam ngel mas shumë. Pse vëlla, çka bë kjo punë kështu? Çka ki punë të abjeshi as beshi? As vetë se di. E Allah në gjennet qoftë. Do të merrni pas pak këshilla nëse s'ke pyetje tjetër, ju përshëndesim. Jo, kjo ishte. Selam aleikum. Allah i trujtë e dashtë. Është rradhë hoxh për një shkputje shkurtë dhe pastaj do të kthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni Qëndroni me ne. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje të nderuar miq dhe kemi telefonatën e radhës. Inkuadrojmë. Selam aleikum. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Por nani? Derisa me pyet hoxhën, Po. e kam vrejt burrën që po shikon filma të rriturve, edhe kështu në internet vajza zhveshura që nuk duhet, edhe qa me bua më ndo prej tia, qysh me bu zgjidhjen, çfarë menimi e ka hoxha? Okej. Faleminderit. Selam aleikum. Po japim përgjigje atij vëllau që thirrim, kam po frigon për erës dhe menoja pa bjeshjes, po bjeshi. Po da, po. Kam ngjesë më rapa me studime. Po. Inshallah nuk jeti gale tjetër, po sa po bjeshjes o bjeshi. Inshallah këtë myte ty gale me vogla, apo bjenesa tjes po bjeshi. Ty Allah e të zoft, e drejtoft, e këtë ves të largoft, në gjennet qoft, po e lod njeri kryt, apo bjeshi, as po bjeshi. Me pas grunin narë, e sanën pa mbledh, pa të bu. Gala, kërësore, bëjgjve ka qenë, o zot, më së vru hana, më së vru qili, ka thonë havaja për para, e po bjeshi. E krejt, mundi shkan pashtë. Le mundi,
po ushqimi I hajvanatit shka I poshtë. Që ata kanë të drejtë, me këtyra bishes o bjeshi. Për ndryshon e ti, edhe shumica jonë, qa ka lidhje për neva bjenazme. Në rafë shi, do të qadrë e marrë me veti, na vyshin, ose do të ishe veshëm se që shi, ndalë pizë. Zbjen shi, elhamdulillah. Në rafë shi, o Zot me bereqet. Dhe është një dua, o Zot, Allahumma gjale suqja rahme bereke, la suqja adhab, që është me hadith, o Zot bëne shi të rahmetit të bereqetit, jo shi të dënimit. O Zot, bëne shi të rahmetit të bereqetit, dhe mëse bë shi të gazepet apo të dënimit. Kur frynë era, nëse dhe një hadith, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai vetë është tut kur ka frynë era. Po ajo tut ndryshe, tut ati ka që ndryshe. Alayhi salatu wassalam. Ai ka thënë Allahumma nes'aluka min khayriha wa khayr ma arsalat ilayha wa na'udhu min sharriha wa sharr ma arsalat ilayha. O Zot, kur frynë era, o Zot, qëna për bereqetit saj dhe atë që kanë te, për beret mira të sajna, që o kriju me te, runa për shirët saj dhe shirët që mund të asjelaja. Kaqë. E më së ladhë. Ka për shkollës, ka për punë, dhe vazhde punë të tua, mos se ladhë kryt. Njërit ku të bëhet një sen pikë, diçka I bëhet, I fokusohet. Është mes dy çështjeve. Ose me vazhdo më marrë me te, dhe sa ma shumë më marrë me te, ka më shëru ma shumë me te, ose e shese bëllë ba, dhe ka më fillu më distancu. Sa ma shumë të distancohet, sa ma pak të mirët me te, distanca është me madhe, ma shpejt e harran. Mërë duhanin, mërë nejtëna për kafene, mërë qëfar dhe punë këqia, e tjere tjere. Nëse vazhdo më marrë me tu, ato e që ki më shru ma shumë me tu. Dhe në gjuhën sociologëve, ki më bë imvarur prej tyne. Ndërsa nëse arrin me nda, është moment I vështirë, por e në rënë, e mërë një vendim, e thua, pëse o marrë? Pas po më jeket për meqë. Nëse është punë veprimi si cigare, droge, dreqet, bire, ato ka bëgjuje. Rëllarë këtina. Nëse është punë ndjenje, punë emocioni, punë me qku menja, angazhëm diçka tjetër. Angazhëm diçka tjetër. Tamam, nga pak Koran në lezë pak një liber që ato e pak ilahi e ballah me dikën e, mëna me mush orare në kohët, orë të ditës, me mush me diçka. Me mush me diçka. Mënyrë që më se pas kohë më marrë ti me diçka. Si për shkakun dikush që ka mërzi shumë. S'ku është efekti me shku njeriu që ka rast 30 tragedie në shpe. Efekti është më spelana ato sa ma shumë vetën. Kohë sa ma gjatë, mësë me të e vetë. Qëta një më shumë të atina. Për ata shka thëjnë ata, kur që keshmi pa thënë, a mërzit një vallan, pa në lëni, ju më mërzis, pa në lëni ju. Pra, po vini, pa në angazhani, pa në shpërqëndrani vëmendjen, e që po vini, e kejtë e bënë me qëllim të mirë. Po të rinjë ata fikal veton, mërzia është me marë. Andaj edhe të mëse mërë me, apo bjas për bjeshi, mëse mërë apo frinsë për frinera, por mërë me punë të hari që përfitan të pejtyne në dënjatën e heret, në dërto dhe shkolla, dhe lutë Allahën plus kësajna në namaz më ta hekë zotë këtë vesë, sepse është cytje shejtanit. Allah ta hekë me të mirë, ja Rabbi. Amen. Vazhdojmë, kemi telefonata, po? Në kadrojmë. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. I kam një 3 pyetje për hoxhën. Për nani? Dhe shta me pyet kjo dita rrena, çfarë kuptimi ka se shumë porrej njerëzit e para. Po? E dyta është, jemi 4 fëmijë, s'po na del as kismeti për martesë, as për punë, as po na sielet puna heq. Mu fal, po agjerojnë tënat, jem të left me Zotin, po se di shka u bë. Tamam. Rregull, pyetja e tretë. Edhe kjo bërtje e fjallëve, çfarë kuptimi ka, është gjëna i madh.
Bartja e fjalëve. Në rregull, ju përshëndesim, selam aleikum. Faleminderit. Dikune me të bërsh me Po, herë. kemi atë që tha burrin e kam pa du shiku filma. Ka pa dikune me të bërsh. Po qa me ba më nda, jo e mbëtër. Nuk ba më nda ashtu, qa që ndrit më nda, nëse veçanti nëse ke fëmi. Nuk që ndrit kur gjo, burën të me këshilue, do të t'ju zotit, nuk kanë regull, është haram, nuk ban, qa të fitën për kësajna, që sene. Për nyshe nuk lëshohet burri, për një veprime dy që ka bëj jo të mirë. Sepse nuk bënë zgjidhje ti. Dhe fundit krejt, a ka gjënane për veti, e bën të gjënane tina, e bën e gjënane vetë. Nuk dënohesh ti për ta. Ti shpërblesh nëse këshillon. Herë këshillon, dhe tutje zotit. Por gjënane ti nuk e merë. Çfarë kuptimi ka dita e 1 prillit sepse ka shku dita rënëve, po a shoqëruara? S'ka, çfarë kuptimi ka ditë, ku ka ditë rënëve? Qysh më ditë rënë për liat me seli pa bëhet lafaja. Se pas na vret dhe që ka shku, që ke ma kujtaj. Po kjo është shpifje e njerëzve, të kohët njerëzve që ditë shumë, qërë ditë shumë e udhë billah, ditë rënëve, që e vjekje ditë rënëve. Sa pas ka ditë ku lejohet rëna, ma marë sa s'bën kja. Ke lekshti është. Ke mund të këtë qenë të shka të pagante vjetër, mund të këtë pas, këtë diun të shka, por s'përket kërkon, kjo nuk përkon me asin fallaj kultura, asin fallaj civilizimi, as fejas. Shbohet, musliman të besin Zotin edhe dita rana qka? Të lejohet rana, kuj lejohet rana robit? Edhe tha Për punë të fakës, po. Katër fëmijë. Për punë të fakës, e motër, ne fillimisht si musliman, në fakër më të madhe, fatër më të madhe kem tjena musliman. Pasha Zotit mirat e dynjas me pas një anë, e nanën tjetër, islamin, ke mirja mund të nava tyne. Tani, kër të kena kitë mirë të madhe që është islami, ne lypëm edhe tjerat, se kena halal me lypë. Lypëm martesen, lypëm shkollimin, lypëm rrezkon, lypëm shëndetin dhe mirëqenjen përgjithësi që lypën ta njerëzit. I marrëm të në sebepet, bojmë duha, nuk zgjidhëm shumë, dhe kjo shumë e rëndësi, se është pjesë e sebepe, mos me zgjidhë shumë, as për punë, për rrezik, po as edhe për martesë. Fundja kjo dynja është më harnu, nuk kanë të diçka të përpik, të përkryer dhe në fund. Nuk ka diçka, kjo dynja është më harnu është. Më harnu kjo dynja, me kalu këtë dite, këtu vite, tjetës vetë insan, me shku të Zotit vetë. Sa njeri në këtë dynja, menze që një buk, ama ka qenë të Zotit, la ilaha illallah, për tyre pejgamber të Allahut. Sa vlijat të Allahut. Ose, sa njeri në këtë dynja ka pas presjen të madhë, pej gruse, pej vllaznive, pej kushereve, pej shtetit, pej ku të dihune, por të Zotë është nalë. Ka shku ato, hjekje, vujtje, ka shku. Shkoj. Kështu që ne të miram, nuk i ikim, si musliman, nuk qesëm kushte sfiduse, me sfidu vetën dhe të tjertë. Për kur që në këtë dynja, as për punë, as për shtëpi, as për martesës. Nuk do thë që marrëm e bërlogje, po në çfarë të pune, si fjalla vjetë tashmë të që këtë pune edhe në haram të kënë. Jo, por më harnu robi këtë dynja. Dhe dikuj ishte, pas taj edhe disen tjetër, dikujna rrëskuj vije ma më vështërsi. Dikuj vije ma letë, ka orësi të Zotit. Të orësi ka të Zotit, Allah i din të orësi. Dikujna, Allah ja vështërsan rrezkon, se gruja është rrezke burra, rrezke fëmijën, rrezke puna, është rrezke darja, rrezke, këtu këtë rrezke.
Ja vështërësoni madhe Zot për urtësi që i dina i vetë për te. Na nuk i dina. Diku i qirë Zoti shumë, për nuk do të thotë që kjo është me mirë se sa i tjetërit. Asnjëherë. Sepse vlerat të ki madhe Allah nuk matën cilë ka ma shumë të mira në dynja. Nuk matën. E për ashtu, të mira mas pak këtë dynja, kush ka pas pejgamber të Zotit? Në kundërtën, dëshmën të pejgamber kanë pas të mirat mas shumë të këtë dynja. Firaun e ka pas djane vetë. Firaun e pa djane vetë. Djane pa të vetën aj. Për adhme ke Allahut. Andaj, më rëndësi është na me qenë të Zoti mirë, dynjan, sa të mujna me marë, Allah në edhe është mirat e dynja, si Arabi. Dhe tha bartja e fjalëve, çfarë peshe ka, çfarë rëndësie? Bartja e fjalëve është pe harameve të mëdha. Nëse ban fjalë që i ka thonë, po që s'ka të qepminia, mi përcjell, t'ja ke përcjell pa dëshirën e tina. Për shkak të Allah me ty diçka këtu, për filane këna bë Allah. E të shkon i përcjell tash. Ose e morën për gojë dikend, që po të shtaj këtu, ne nuk shumë folë që është. Kjo është haram. Ndërsa edhe nëse ka që du të meta, po që të sene që a themi, ndërsa nëse nuk i ka për janë gjesëm, kjo është shpifje. E shpifja është edhe më randë se sa përgojimi. E dyja janë haram. Allahu na ruaj. Për gjënave të mëdha. Kemi telefonatën e fundit, i kadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Po? Disha mja pa hoxhës një pyetje, kam gjetë një vath ari, dukat dhe më thonë. Nuk po di tash çka më bëj, kom shpërnda në për rrjete sociale, tash lajmërohet dikush, po deri tash s'u lajmëro kërkush. A kam drejtun e me Që sa kohë po pyet hoxha? Që një javë. Ja, kemi prit shumë, Allah të një mëftë. Faleminderit, selam aleikum, nëse s'ke pyetje tjetër. Jo, s'kam, aleikum selam, faleminderit shumë. Jo, vothin e qatë të ti, edhe her pas herë lajmëron internet, në mujt një herë, dy herë, në tjetërin muj, tjetërin muj, tjetërin muj, tjetërin muj, tjetërin muj, mëtë. Dhe të rëvodhe që të sens pa të nga ty. Mas mëtë, nëse nuk i nevoj për vete, nuk i e fukara, inshallah si e jep, e shkan të argjentari, thu sa për e bënë që kë, e shet, ose e shet kujna dush dy kujna, e që të pare jep për shpirt atina, apo ta sajnë që ka hubë vothi. Kjo është dispozita e mallit të gjetur me vlerë. Dërsa nëse është mall pa vlerë, e ke gjetë një mull dikon, ke gjetë një dorë dikon, ke gjetë një euro dikon, kërkush nuk thet me lyp një euro. Nuk thet njeriu pe fundit atje pe katon të pe qytetit me arë, ose në katon ose pe katon me shku, apo në qytet me arë një euro dikon me smërat që të s'kthehet. Andaj merë atërë, s'ka dert. Kara dikun një darë dhe një modë, merë, s'ka dert. Tamam? Por nëse kara dikujna nëse një vlefshme, kara një kulleti, kara dikujna një zingjiri, kara dikuj diçka që mushme, vlefshme ka vlerë, dhe me momentin që ka vlerë, mundësia është me lypaj, me arë me lyp. Andaj ti dhëtë me paracit me shfaq atë. Në vende ku e ke gjithë nëse ka në shqitore, dikon diçka, ku të sodit në përmjet rretëve sociale, shumë sa një mirë, me thonë se ka hop dikuj diçka në vath, mos e ka hop në vath, s'ka hop në vath. Në Prishtinë në vath dikujt e ka hop. Edhe dikush lajmërohet po valla më ka pa hop vathi. Ka ra dikun. Edhe që të thirr lajmëron, tani TV çfarë vothe kanë, ku e kanë cili vend, ama vothen të taksyrit se është çështë njëjtë. Derisa e merr disa dëshmi, disa informata, derisa ta kuptosh të binte se është tamam i tij nuk parans milete rrein. Din me rajt. Po din me rajt mileti, po janë kabullxhi, miletin kabullxhi. Po. Thotë Allah që përblen për sinqeritetin dhe që e ruan mallin e muslimanët, pagun Zoti. Po. Atë po marrë dhe një mesazh, thotë selam aleikum, kush ka përparësi për imam, një hafiz bidatxhi apo një hoxh që e njeh sunetin? Ja, hoxha që njeh sunetin, në dy rastet, në dy mënyrat ka, edhe ai mos më qejmë bidatxhi, ka bidatxhi. Hoxha ka përparësi.
Sepse hoxha din me lexu Kur'an. Dhe din një pjesë Kur'an, nëse nuk e di krejt. Që me iman detaje, ke mesela është kështu. A thue, pa thonë njëne që tërbidanëzi, por e ki një njeri cili din shumë Kur'an, dherët e hafëz, një tjetër i cili din ma pa Kur'an, por është hoxh. Do të më dhonë përparësi elementit të dijes, a elementit të zënës përmendës Kur'anit. Kuptove? Cilët do të më dhonë përparësi për me të qitima. Do të më dhonë përparësi të këshumë ulema, e që në mendej është mendej me këtë mendim, se është pashtu, është i sakt, inshallah, ai që ka me i dishëm. Të një është përhapur ai që... Po, edhe është mendim ulemave. Se hadithi është akrakum li kitabillah. Ai që din më së miri me lezu, po dhe alemukum ai që din më së miri. Tash ai që din dinin, apo ai që din Kur'anin, apo ai që zën përmend Kur'anin. Janë divergjenca mes ulemave, nuk janë tani mendimi, por ai që din më mirë fenë ka përparësi më shumë. Me dalim. Atëherë hoxh, këtë për mbyllim për sonte. Faleminderit shumë. Allah. Të nderuar miq, repriza e këtij emisioni është nesër në RTI në orën 12:00, ndërkaq përmëngjesisht për aktivitetet ligjëratat e hoxhës e keni aplikacionin Doktor Shevçet Krasniqi, po ashtu edhe në YouTube, Facebook, Instagram, duke kërkuar faqen zyrtare Doktor Shevçet Krasniqi. Mirë takohemi javën tjetër.